situata është në gjendë se për të ardhur, për shembull të vi skrepi, të hapi kokën, filloj qatje tek lumi edhe të vi këtea, që të bien ujrat. Se janë prishur, janë dëmtuar me grure, me qa janë, qas janë. Ja këtea si e shikoni jo spinaq. Dhe sa sipërfaqe është në ujë? Dhe me çfarë kulture është? Me kulturë gjera spinaq, presh, jongjë, ullinj, grur, elb. Sa sipërfaqe? Tu rreth mos 70-80 hektar janë. Dhe sa banor dëmtojnë këtu? Këtu dëmtojnë rreth po thoj si gjithë fshati qa. I gjithë fshati. Komplet i gjithë fshati është i pa ashtu. Dhe sa banor ka fshati? Po fshati ka 150 familje, 150 deri në 200. Këto toka janë të ndara me ligjin 7500 Po. Po në fillim, a dijej që këto toka janë të energjinaturës? Po. Ne atëre kur u bë ai ligj, i dhanë tokat. Se s'plotësoshin këtja lart, i dhanë këtja poshtë. Kështu që detyrimisht ne nuk do rrim pa toka. Kështu që detyrimisht di mbillim. Tani s'kemi çaj bëjmë, tash lumi është lum, ai do vi prap. Megjithatë, banorët ankohen se nuk ka pastrim të kanaleve kulluese. Po. Është tamam ajo punë. Nuk janë pastruar. Edhe tregojnë vetëm. Ja, s'po e tërheqej. Ai sidomos ai kanale atje një herë, këtë e morën e filluan e çon deri këtu, edhe ikën, ishte me gjendë se andeja. Kështu çat themi neve, s'kemi çaj themi me, tani themi që të vi skrepi, të pastroj kanalet kulluese, dhe ai do vi prap të paktën të vi skrepi. Këtë kërkesë ka fshati. Keni bërë ju këtë kërkesë kur plan? Po. Erdhi aty, edhe ai kryetari Armandua tha me njëherë sa të bjeri lumi. Sa të bjeri lumi da bjem skrepin urgentisht. Erdhi edhe drejtor Esha. Shumë mirë. Të gjitha këto kultura që janë mbjell dhe që janë dëmtuar, a mund të tani nuk dëgjoj, tani nuk e dim, tashti ata do vinë të verifikojnë si ky shtet dhe shteti e di atë punë. Po që do verifikohen. Se kështu s'bën ato me hamendje. Do vinë të shikojnë qa kulture janë mbytur që shtet. Po e kam parë gjithmos në ka të nga zgjedhë. Po si do t'jetë puna, ai thot kështu që kjo është e lumit. Nuk njifet fare. Po ne taksat i japim, po kështu që nuk ma njëri përgjithësi.